Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala dhe sonte do të flasje me një grua shumë të veçantë, kontributi së cilës kryesisht është në fushën e muzikës dhe të arsimit. Me mua dhe me ju sonte, ajo që do të hap kartat e jetës së saj është Jeta Dita, ish drejtoreshe e Shkollës së Muzikës Brenk Jakova dhe pianiste me profesion. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Përshëndetje, është kënaqësi të jem me ty sot e dashur Elvana. Faleminderit shumë, është kënaqësi edhe për ne që zhvillojmë një bisedë komplet tjetër, besoj nga gjithë ato intervistat dhe angazhimet që ti ke pasur më herët, sepse sonte do të njohim përmes kartave të jetës tënde në 3 perspektiva. Para se të vim tek kjo pjesë, zakonisht të gjitha hyneshat i rikthej në retrospektiv, si kanë qenë ato kur kanë qenë fëmijë. Në këtë rast, çka kujton Jeta nga fëmijëria e saj deri në ditët e sotme? Pyetje shumë interesante, sepse zakonisht në për emisione këto pyetje janë kështu shumë të dëshirueshme, sepse fëmijëria është ajo që me siguri e përcakton edhe e determinon në një farë forme edhe personalitetin e njerëzit në vazhdimsi. Unë Elvana kam pas fatin të rritem pra një familje arsimdashës, por pedagog të lindur, do thotë të dy prindët e mi, Agroni edhe Kimetja, janë një shembull jo vetëm për neve, 4 fëmijët e tyre, mua, Bardhën, motrën time Bardhën, motrën e Ndjer Dritën dhe mentorin vllaun, të cilët na arritën me një dashuri të jashtëzakonshme dhe me një përkushtim sikurse çdo prind që rrit fëmijët e vet, por na dhanë një shtytje për t'i përballuar edhe sfidat e jetës dhe vazhdimisht jemi me ta në konsultim për çdo gjë që na ndodh, e mirë apo e keqe, thjesht një fëmijëri të jashtëzakonshme kam kaluar, por duke u rritur kam përjetuar edhe sfidat e jetës, sepse gjithçka e bukur nuk zgjat për gjithmonë, kështu që me të vërtet konsideroj dhe jam shumë falenderuese që jam në këtë pikë ku jam, sepse jeta është e tillë, ka baticat dhe zbaticat e veta, kështu që duhet ta pranojmë ashtu si stavë. Natyrisht. E thatë që fëmijërinë e keni pasur jashtëzakonisht mirë, të lumtur, pa brenga, por normalisht me kalimin e viteve përmendet që keni pasur dhe sfida. Çka kujton nga sfidat e jetës së saj Jeta? Para se të vim të sfidat, unë kisha dashur të tregoj se qysh e vogël kam qenë një fëmijë i parë në familjen e babës edhe të nanës gjithashtu. Dhe gjithsesi dua ta lidhi këtë me një retrospektiv ku dua të tregoj pak edhe për gjyshërit e mi, si nga ana e nanës, ashtu edhe nga ana babës, ata kanë qenë njerëz të mrekullueshëm. Gjyshja ime ka qenë edhe mësuesja e parë në Kosovë, një mësuese shumë e dalluar këtu te ne, e cila në fillim të viteve 45 ka filluar të zhduka analfabetizmin në Kosovë, sepse atëherë 90% e njerëzve kanë qenë analfabet këtu në Kosovë. Gjithashtu gjyshi ka qenë një prej inspektorëve të parë të arsimit në komunën e Prizrenit, pastaj drejtori i rilindjes e kështu me radhë. Prindrit e mi profesor të shquar, drejtor të institucioneve të ndryshme si RTK, posta e Kosovës, shkolla Ismail Qemali, nana aty ka qenë drejtoresh, kështu që thjesht jam rrit në një familje e cila me të vërtet ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për brenda kësaj shoqërie, jo vetëm për fëmijët, jo vetëm për neve fëmijët e tyre, por për të gjithë brezat të cilët i admirojnë me një sinqeritet jashtëzakonisht të madh, për shkak se ai sinqeritet ka reflektuar nga vetë ata. Ata kanë qenë absolutisht tepër të sinqertë, sikurse që më kanë mësuar mua, fëmijën e tyre, i kanë mësuar edhe fëmijët e tjerë të Kosovës, të cilët sot janë shumë falenderues për atë çfarë kanë marrë nga prindrit e mi. Kështu që kjo është ajo që më bën praktikisht mua si personalitet, që më ka formuar një jetë strikte, një jetë me disiplinë, e bukur, edhe me trishtimet e veta, sepse nuk ka familje që nuk ka ndonjë peng apo ndonjë... Çka ka peng në këtë pjesë jeta nga e kaluara e saj? Shqiqoni, unë pengu më i madh imi është humbja e motrës sime. Para 11 viteve, Dritës, violiniste e shquar,
violiniste cila tragjikisht përfundoi jetën e saj në një moshë shumë të njohur. Por ka qenë një periudhë jashtëzakonisht e vështirë, me vite më është dashur të dal nga një situatë e cila u krijua në familjen tonë papritmas. Edhe pastaj ishin prindrit ata të cilët me të vërtetë na dhanë shtytje dhe u bën shembull edhe për shumë të tjerë se si duhet të tejkalohet një tragjedi familjare. Ata nuk na lanë në asnjë moment të jemi të mërzitur, të vajtojmë për atë çfarë ndodhi, por përkundrazi na mësuan se si duhet jetohet jeta, sepse nuk është në dorën tonë të zgjedhim se kush do të jetojë apo kush jo. Se unë si motër e madhe, pengu im ishte pse unë s'shkova, po shkoj ajo. Se është motra ime e vogël, kështu që ajo është Pjesa ndoshta më e dhimbshme e jetës time. Gjithsesi, jeta besoj që edhe nga kjo tragjedi fatkeqe që keni përjetuar si familje, ju ka bërë të ndiheni më të fortë në situata të caktuara dhe ndoshta edhe tash një jetë ndryshe sot, nga që e keni parë më herët. Absolutisht. Unë thjesht mendoj se këto sfida në jetë të bëjnë te të fortë, edhe thjesht ta tregojnë një rrugë tjetër të jetës, edhe ta tregojnë se si duhet ta shohësh jetën në tutje. Jeta nuk është gjithmonë shumë e këndshme për të gjithë, andaj unë apeloj që secili ta gjejë rrugën e vet dhe mos të dorëzohet për sfidat që i vijnë afër. Për poshtë kësaj tragjedie unë ende një vit nuk është bë, që humba edhe bashkëshortin tim, fotoreporterin e luftës Alban Bujarin, i cili me të vërtet lanë një zbrasti të madhe tek familja e tij, tek unë edhe 2 djemt tanë, të mrekullueshëm, Zjarin edhe Sharin, të cilës shfrytëzoj rastin t'i përshëndes dhe t'i uroj për forcën që kanë gjetë në këtë situatë të rëndë, sepse humbja e babait është një gjërave më të rënda, humbja e prindit, kështu që ata po e përballojnë me dinjitet, siç edhe janë rritur, siç edhe unë e Albani kemi kontribuar në rritjen e këtyre 2 fëmijëve tanë të mrekullueshëm, që po ju uroj si çdo fëmijë tjetër në botë më të mirat e kësaj bote. Jeta unë shpreh ngushëllimet e sinqerta për 2 tragjeditë që i paske pas në familje, siç e that, njëra ende pa u mbushur një vit dhe uroj që tash tutje jeta jote të jetë po aq e mirë siç e ke pasur edhe fëmirinë për cilën ne filluam me fol, dhe po është shumë e vërtetë që ndoshta sfidat e tilla të jetës na bëjnë të shohim jetën ndryshe dhe mbase edhe të jemi më të fortë, po edhe më të ndjeshëm në të njëjtën kohë, besoj. Absolutisht ashtu është. Unë pajtohem me atë që thua, sepse sfidat e jetës të bëjnë gjithsesi më të fortë, edhe secili prej nesh duhet bëhemi shembull të tejkalimit të situatave të cilat na vijnë jo për shkaqe që ne i dëshirojmë, por ato vijnë ashtu edhe duhet i pranojmë ashtu si. Natyrisht. Kthehemi edhe pak tek pjesa e bukur e fëmirisë tënde. Se zgjodhe të merreshit me artin e muzikës? Shumë interesante, sepse isha me qerdhen në një pushim vere, qerdhja na qoj, disa, po mendoj fëmijët e klasës, edhe ishim një javë në Beqiq. Beqiq është në malin e Zi, një vend bregdetar, shumë i bukur. Kur u ktheva prej Beqiqit, kishte lind motra ime vogël Drita, edhe prindrit paraprakisht e kishin bërë një porosi të një pianoje të re në Beograd, atëherë sepse këtu në Prishtinë nuk ka pas, edhe kur hyra nder, nana edhe baba më pritën, thanë, Jeta, e kemi një surprizë për ty, edhe unë thash, motra, se e disha që ka lind motra ime e tre Drita, e ndjerë tashmë, e cila absolutisht më mungon shumë, thanë, jo, e kemi një befasi tjetër për ty. Kur hyra në dhomën e madhe, kur e po është një piano 3, besoni stepa, sepse ishte një satisfakcion, një gëzim tepër i madh i imi, që të bëhem me një instrument të cilin as nuk e njihja drejt me tregu mirë, por ishin prindët e mi të cilët ishin dashamirë të muzikës klasike dhe kishin dëshirë që fëmijët t'i orientonin në këtë drejtim. Kështu që baba inxhinier, nana teknologe, të dy
inxhinier të profesionit teknik, edhe vendosën që fëmijët e tyre t'i drejtojnë në një tjetër kohje, do thotë në muzikën klasike, se të trijat motrat jemi marrë me muzikë. Muzikë klasike. Shumë interesant se zakonisht prindrit insistojnë që profesionet e tyre të trashëgohen. Ju e pas këtë pasur të kundërtën. Ne kemi pas kundërtën, sepse edhe gjatë fëmirisë time, gjyshi ka pas një gramofon të vjetër, edhe ai sa herë ka dalë jashtë shtetit ka ble pllakat gramofonit me muzikë klasike, Strausi, Chopini e tjerë, do të thotë janë dëgju, i kam dëgju si fëmijë dhe kemi vallëzu me vajzat e agjes e me motrat e me vllaun, kemi vallëzu me muzikë të bukur klasike atëherë. E bukur kjo. Mirë, Jeta, do të kemi mundësi të të njohim edhe shumë më shumë ndërmes hapjes së kartave. Kjo ishte pjesa e parë e këtij emisioni dhe është koha që të nisim me një pikë muzikore për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që ju asesi mos e ndroni kanalin e Radio Kosovës, sepse vetëm pas pak Jeta Dida do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Të dashur dëgjues Radio Kosovës, jemi rikthyer sërish në studio për ju shoqëron emision e Hynesha me ju jam unë Elvana Shala e përballë sonte kam Jeta Didën, të cilën unë e prezantova si një pianiste jashtëzakonisht të suksesshme, por edhe ish drejtoresh e shkollës së muzikës Prenk Jakova, ndërkohë që teksa po pauzonim, më tregoi që aktualisht i ka hyrë edhe politikës dhe në fakt është asambleisja më e votuar në komunën e Prishtinës dhe po pret ta merr mandatin zyrtarisht me datën 9 dhjetor. Jetë more prej muzikës, prej artit, prej një familje që janë marrë me profesionet të teknikës, do të thoja, të inxhinieringut në politikë. Pse ky ndryshim? Ishte Hajrullah Çeku, koleg i cili me të vërtet më ka bërë përshtypje këtë kohë që kemi konkuruar për Prishtinën bashkë, një njeri i jashtëzakonshëm i cili më bëri ftesë që t'i bashkohem grupit të asamblesë për komunën e Prishtinës. Dhe absolutisht atë njeri nuk kisha mundësi ta refuzoja, sepse unë mendoj që është një prej njerëzve të cilët me të vërtet kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në artin, trashëgëminë kulturore të Prishtinës edhe të Kosovës në përgjithësi. Shumë në çështje politike se jemi në praktikë. Nuk po du vetëm ta politizojmë. Gjithsesi e kuptojmë respektin e madh që e keni për kjo. Kjo ishte ajo që nuk kisha mundësi me refuzu edhe me shumë plotësi e pranova ftesën për të konkuruar si asambleiste dhe bagazhi im në shkollën e muzikës si drejtoreshe e shkollës me një sukses të jashtëzakonshëm ku reformova atë shkollë për shkak se unë vetë isha 42 vite pjesë e asaj shkolle. Do të i dija gjitha problemet e asaj shkolle edhe me të vërtet kontributi im për këto 5 vite si drejtoresh ka qenë i jashtëzakonshëm që besoj se tash nuk po du me lavdu vetëm, por do t'jetë një prej periudhave më të frytshme që shkolla muzikës ka pas. Janë realizuar diku rreth shumë shpejt, kështu po e tregoj, diku rreth 10 bashkëpunime, memorandume bashkëpunimi me institucionet si motra muzikore dhe artistike në vend, Baleti i Kosovës, Filharmonia e Kosovës e tjerë të cilat edhe i kemi jetësuar dhe janë koncertet jashtë Kosovës me të cilat janë prezantuar për mbi 80 fëmijë të shkollës sonë, me korin edhe orkestrën e shkollës, ku kori dhe orkestra, si dhe baleti i shkollës sonë kanë marrë një hap apo një hof të rëndësishëm i cili besoj se do të vazhdoj me të njëjtën ritëm. Natyrisht. Jeta keni dhënë dorëheqje nga të qenit drejtoresh e shkollës, po besoj që do të keni mundësi të vazhdoni të njëjtin kontribut sot edhe në rolin e asambleistës në komunën e Prishtinës, pa çka unë s'kam fare dyshim. Po, unë kam dhënë dorëheqje për arsye se përfshirja në politikë mendoj se etika profesionale, personale, integriteti personal thjesht nuk ma lejon që të mirët të fus edhe shkollën në çështje politike. Mirë, për te politikës, ne sonte jemi këtu për të folur për jetën, e ti tash do të hapësh kartat e jetës tënde në 3 perspektiva, i gati. Po. Zgjidhe një kartë nga e kaluara. E kaluara. Po, në fillim, në mes, në fund, të duash, zgjidhe një dhe ma jep. Normalisht. Çfarë ndjenje është të pakëndshme keni zakonisht për atë që diskutuat? Kur e kujton të kaluarën tënde, cilat janë ndjenjat më të pakëndshme që të vinë në mendje? Apo ka të bëjë me ato që sapo i përmendëm?
me humbjet. Pikrisht janë humbjet ato që janë të pakëndshme, sepse mendoj se personaliteti im, gjërat pakëndshme nuk tërheq. Absolutisht unë përpiqem që t'jem korekte, t'jem e dashur me të gjithë. Mundohem natyrisht sepse kemi edhe ndonjëherë ndonjë Moment. gjë që nuk shkon, por në përgjithësi mundohem t'jem korekte, t'jem e afërt dhe të pasqyroj atë anën pozitive e mos t'kem ndonjë Moment pa këndshëm natyrisht. Kjo duket në fakt edhe nga qasja juaj, edhe unë nuk kam fije dyshimi për këtë, por si janë të tjerët në raport me ty në këtë aspekt? Ose si reagon kur të tjerët janë ndryshe nga ti? Kjo është një reflektim, besoj, sepse unë e di si drejtoresh e shkollës kam pas rastin të takoj shumë prind të shkollës, sepse 850 fëmijë janë pjesë e shkollës muzikës dhe mundeni me marrë me mend që ka shumë prind që vinë, apo ndonjë ankesë, apo ndonjë sugjerim për shkollën e tjerë dhe qasja që ndonjëherë ata kanë hyrë në zyrën time me një revolt për ta shprehur një pakënaqësi apo ashtu, derisa kanë dalë prej zyrës, kanë dalë në një mënyrë tepër të qetë. Kështu që kjo është ajo mënyra ime e komunikimit e cila besoj se është për tu vlerësuar sepse thjesht e fundit edhe kryesorja është komunikimi me njerëz. Unë besoj se aty njeriu edhe tregon faktikisht atë anën e vet të kulturës dhe edukatës. Dhe unë e them gjithmonë që komunikimi është baza kryesore për të ndërtuar dhe për të mbajtur marrëdhënie në fakt. Çka thot e tashmja në këtë pikë, si tani? Kjo është nga tashmja. Po. Mirë, që me të mesit ja ka nis Dida, Jeta, si ta përmenda mbi emrin. Mohimi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin ekziston një refuzim për të pranuar realitetin, duke pretenduar se ai nuk ekziston. Për shembull, një person që ka një varësi e minimizon ose nuk e njeh atë, duke pretenduar se e ka nën kontroll, duke mbrojtur veten me pretendimin se ai ose ajo ja del mirë në punë dhe në marrëdhënie. Kur dhe si e përdor një mohimin si një mekanizëm mbrojtës për ta thjeshtësuar, a është Jeta person që i mohon gjërat në jetën e saj? Ose situatat e ndryshme? Asnjëherë. Do të thonë, unë ballafaqohem me çdo situatë që më vjen përpara, sepse ashtu edhe jam rritur. Thjesht çdo situatë e konsideroj si të rëndësishme. Kjo është ndoshta pak një emet e imja, sepse mendoj se duhet parë jetën pak më lezher. Nëse mund të them kështu, sepse jo gjithmonë duhet të ndjejmë përgjegjësi për gjërat. Mendoj absolutisht që jemi përgjegjës, por thjesht duhet ta shohim në herë edhe në lart. Kështu të jemi pak më komod me sfidat e me çdo gjë që na paraqitet në jetë. Kështu që asnjëherë nuk e mohoj, i qasem shumë seriozisht gjanave. Kështu që këto janë virtytet mia, të cilat edhe më kanë sjell sukseset, edhe më kanë mësuar të ballafaqohem me sfida, por edhe më kanë ndihmuar të ballafaqoj. Po mendoj ti të kaloj sfidat që kam pas. Ka ndonjë rast që mos mohimi disa gjërave nga ana juaj ju ka shkaktuar dëm dhe mbase keni menduar në një moment duke thënë se më mirë ta mohoja? Po nuk më kujtohet, tash nuk di me ju dhani përgjigje të saktë, por mendoj se nuk duhet mohohen. Nuk duhet mohohen situatat, është e rëndësishme të mire në konsiderat të gjitha çfarë do që vinë. Unë edhe fëmijëve ju them, është më mirë të më tregoni të vërtetën për çfarë do që ju ndodh në jetë, edhe për gjërat e mira dhe për të këqijat, për arsye se të këqijat mund t'i zgjidhim bashkarisht duke qenë pjesë të atyre gjërave. Edhe të mirat natyrisht i gëzojmë bashkarisht, pse jo, kështu që këto janë ato konceptet për jetën, konceptet për të vërtetën, të cilat me të vërtetë më bëjnë që mos të ndalem edhe të vazhdoj në këtë. Absolutisht, në një rrugë të drejtë dhe të qelluar. Çka thotë ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Jeta ja mori shpejt me mesin, ha? Po vazhdoj me mesin. Po. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni, si do të jenë në gjendje njerëzit e tjerë të njohin ndryshimin në veten tuaj. A ka ndonjë qëllim të caktuar që do të punoj për veten e saj Jeta në një të ardhme të afërt për ta ndryshuar veten e saj? Gjithsesi, unë vazhdueshëm ndryshoj veten time. Ndryshoj veten time në disa aspekte periferike, jo në ato thelbësore në të cilat veç jam e krijuar si personalitet apo si person.
Thjesht aktiviteti fizik ka qenë një prej gjërave të cilat unë këto 20 vitet e fundit nuk kam pas luksin ta kem. Për shkak të një pune voluminoze që kam ushtruar si drejtoresh. së pari si pedagoge, pastaj si drejtoreshe shkollës, por edhe pjesë e Radio Kosovës, ku kam qenë për 17 vite autore e emisionit Muzik dhe Poezi, pastaj emisionit Kult e këto 3 punë. Por edhe nxënësat privatisht që i mbajnë në shtëpinë time kanë qenë ato Një angazhim një jashtëzakonshëm 12 orësh në ditë, ndonjëherë edhe 13, kështu që nuk kam pas shumë luks që të jem po m'vjen të kujdesem për veten time. Me shpyt, a ke kohë për veten ti? Gjithmonë po gjej kohë. Në gjithë këtë volum të punëve. Gjithmonë gjej kohë edhe për veten time, natyrisht, por para vetes time i kam fëmijët e mi, të cilët ndonjëherë thjesht mendoja nuk i pash gjithë ditën, kisha një breng kështu si nanë, se si do të përfundojnë e tjerë, por fatmirësisht unë mendoj se shembulli im prej i punës që kam bërë për këto vite ka qenë një shembull i jashtëzakonshëm, me të cilin edhe fëmijët e mi kam mësuar. Po, dhe reflekton edhe pas edhe për krajën e bashkëshortit, i cili me të vërtet më ka ndejt në krah në këtë aspekt, se të punosh 12 orë në ditë nuk është e lehtë, pastaj të bësh ushqim për fëmijët, për të nesërmen të përgatisësh drekën e të tjerë, sepse edhe dreka është një prej gjërave të cilat nuk mund të absolutisht edhe nuk i lë fëmijët pa ushqimin. Jeta, dolemi pak shumë shkurt me që jemi në minutat e fundit të pjesës së parë, dhe të hapjes të raundit të parë të kartave, tek puna jote në RTK Radio. Në momentin që hyre, pash që vazhdon ta kesh atë dashurinë e njëjtë, respektin e njëjtë për kolegët, çka kujton nga ajo periudhë e punës në RTK Radio? Puna në RTK ka qenë thjesht një përjetim i jashtëzakonshëm i imi, sepse ka qenë një përvojë e jashtëzakonshme. Faktikisht se unë gazetare nuk jam, por me vite, sepse 17 vite janë shumë, kam krijuar një rrugë shumë interesante ku emisionet e mia kam pas të bëjnë me kulturën, me muzikën klasike, me poezinë, por në fund edhe me intervistat që kam zhvilluar me artistë të ndryshëm muzikor, edhe posaçërisht muzikor, të cilët janë organizatorë të festivaleve këtu brenda Kosovës, por edhe aktiviteteve të tjera që ndodhin për brenda Prishtinës, të cilat çdo aktivitet thjesht mund të them për 17 vite e kam përcjell dhe kam qenë shumë vigjilente që të mos harroj asnjë, pa e përfshi në emisionin Kult. Do të riktheheshe në pozicionin e gazetares në këtë rast? Gjithmonë, sepse mendoj se të ka lënë shije të mirë. Absolutisht më ka lënë shije të mirë, por edhe besoj se profesioni im si muziciente është jashtëzakonisht i nevojshëm për një radio siç është Radio Kosova, sepse terminologjia muzikore, pastaj do të thotë këto ngjarjet muzikore të cilat zhvillohen më mirë se një profesionist nuk mund t'i kuptojë një gazetar i thjeshtë. Kështu që ajo është që besoj se ne kemi për obligim si RTK Radio t'i japim një edukat kësaj popullate, thjesht jemi radio për të edukuar, unë besoj, edhe besoj se politikat e radios janë të tilla, që ta edukojmë si duhet këtë popull. Të jemi shumë vigjilant sepse e kemi çka po servojmë tek publiku, po. Atë çfarë po servojmë tek publiku. E vërtet. Jeta shpejt kaloi raundi i parë i hapjes së kartave të jetës tënde, tregom si po ndihesh në këtë pjesë. Tepër bukur, me ty. Më vjen jashtëzakonisht mirë, të dashur dëgjues Radio Kosovës, që po na ndiqni në radio, është koha që sërish të rikthehemi muzikës, ndërkohë që ju vazhdoni të qëndroni me ne, kemi edhe raundin e dytë të hapjes së kartave të mysafirës sime Jeta Dida. Me të dashur Radio Kosovës, jemi sërish bashkë në emisionin Hynesha, tash është koha për raundin e dytë të hapjes së kartave të Jeta Didës. A i gati dashur? Gjithsesi. Zgjidhe një kartë nga e kaluara. Tash me të parat, strategji e mirë. Jepni një shembull të një situate në të cilën ju do të donit të ishit sjell ose ndier ndryshe. Sigurisht në të kaluarën tënde je përplas me situata të ndryshme si pozitive si negative. Të kujtohet ndonjë situatë që kur sot e kujton, thua do duhet isha sjell ndryshe. Po. Gjithsesi ka shumë situata në jetë,
posaçërisht ato që nuk përkojnë me nivelin tim personal, sepse them që gjuha e komunikimit e imja unë nuk mund të them është perfekte, po është një gjuhë mjaft e sofistikuar dhe çfarëdo gjuhë tjetër që është përdorur ndaj meje ka qenë e papranueshme absolutisht, por unë jam një person i cili nuk mbi ta kthej atë. Kështu që nuk mund ta kthej diçka që absolutisht. Jam person me një durim të jashtëzakonshëm, një durim i cili nuk futet bashkëlet. Por kam përshtypjen që kur futet nuk ngjitet më. Kur këputet, madej, me të vërtet këputet edhe ajo është ajo që... Ke pasur situata të tilla që ke ardhur deri në atë pikë sa të këpusësh në çdo lloj kontakti? Jo, Jo? asnjëherë. Asnjëherë, jo, nuk kam pas mirë, po krijimi i barierave ka qenë ajo që... Vje vetë kuqe. Absolutisht. Unë kam krijuar bariera në jetën time për të cilat jam shumë e lumtur, por barierat të cilat ndoshta edhe s'kam pas nevojë të ndodhin, por ja që ka ndodhur. Natyrisht. Çka thotë tashmë në këtë pikë, zgjidhni një kartë. Hajde edhe këtu po shkojmë në fillim. Po të lidhen kartat jetë. Kur jemi të mërzitur ndonjëherë nën A drejt njerëzve, ne flasim me ta, kërkojmë ndihmën e tyre dhe presim mbështetjen e tyre. Nën B shkojmë kundër të tjerëve, i konsiderojmë ata fajtor, grindemi me ta dhe futemi në konflikte. Dhe nën C largohemi nga njerëzit, izolohemi dhe problemin e zgjidhim vetë. Cila nga këto ju ndihmon më shumë të qetësoheni dhe si ju ndihmon? Në këtë rast, cila është jeta? Jeta është njeri i hapun, i cili edhe për problemet e veta flet me njerëz. Absolutisht, do të thënë pa kurfar kompleksi, sepse ne jemi njerëz. Njerëz të cilët së pari nuk jemi perfekt vetë, por natyrisht kemi mangësi, por i pranojmë edhe mangësitë të tjerëve. Apo thjesht mundohemi t'i kuptojmë edhe mangësitë të tjerëve. Kështu që unë gjithmonë kërkoj ndihmë së pari prej prindëve të mi, sepse i kam me të vërtet dorë të djathtë në jetën time dhe gjithmonë ka qenë shumë të kujdesshëm në relacionin prind-fëmijë, pas një moshe madhore, natyrisht unë jam nënë e fëmijët 25 vjeçar dhe 18 vjeçar, kështu që kam një përvojë jetësore, cila më ka rregjë të jem kjo që jam, por megjithatë ka raste kur edhe kërkoj ndihmën këshilluese profesionale të tyre, sepse ata veç me jetën apo me sfidat e jetës me të cilat janë përballuar, besoj se kanë më shumë se unë bagazh dhe më ndihmojnë shpesh. Por kam kërkuar ndihmë nën A drejt njerëzve, kërkuar ndihmë edhe prej psikologëve, absolutisht prej psikologës, para shumë vitesh, edhe kjo është diçka që duhemi ta bëjmë të gjithë, sepse pra, nuk i praktikon këto fusha tjera, do me thënë të shkosh kundër të tjerëve apo të isolohesh. As nuk i marr në konsiderat. Do të thënë çdo formë tjetër. Jeta të është kjo natyra jote të qenit e hapur. Të është keq përdorur ndonjëherë nga të tjerët? Mendoj se pak. Edhe nuk ja kom vu veshin shumë, sepse mënyra ime për të komunikuar me njerëz apo për ta shfryrë atë mlefin tim apo atë të keqen që e kisha për brenda, thjesht ka qenë ajo që mua më ka ndihmuar. Edhe ashtu e kam konsideru njerëz që i kam pas të afërt kam folë me ta. Për çfarëdo lloj sfide që kam pas në jetë prej atyre më të vogla deri te ato më të rëndat, sepse ne jemi njerëz, duhet komunikojmë me njëri tjetrin. Nëse nuk ja shpalosim njëri tjetrit këto gjëra, me kënd flasim me mure, nuk preferoj. Kështu që preferoj që zgjidhim në fakt problemet në rast se mungon komunikimi. Sepse është bazë e zgjidhjes së secilit konflikt në këtë rast. Natyrisht me mosh unë mendoj se kam ndryshuar shumë, sepse tash jam shumë më e fortë, edhe emocionalisht, edhe kështu si person, edhe nuk kam nevojë që çdo gjë ta flas me të tjerët. Thjesht i mbaj gjërat për veti, i zgjedhi në mënyrën time dhe jam në rregull me veten time. Kështu që kur kam pas nevojë, kam bisedu me njerëz, tash jam shumë përgatitur për jetën dhe besoj se po mendoj këtu. 20 vitet e fundit. Se po flas për disa periudha kështu të ndryshme. Ka ardhmja dhe e fundit për këtë raund. Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni, i cili është hapi i parë që do të ndërmerrni
për të arritur këtë qëllim. Çfarë qëllimi ka jeta në jetën e saj në një të ardhme shumë të afërt, i cili është hapi i parë që do ta ndërmarrësh për të arritur, qoftë në aspektin profesional, qoftë në ato personal? Në aspektin profesional, unë mendoj se do t'jem një zë i fuqishëm për brenda komunës së Prishtinës, do t'jem një zë reformues brenda komunës së Prishtinës, për arsye se puna dhe bagazhi im profesional, pedagogjik, ku prej vitit 2005, kur kam filluar punën si mësimdhënëse apo profesoreshe pianos në shkollën e muzikës, deri tash, asnjëherë nuk jam dalë me nxënësat e mi duke i dërguar në gara brenda dhe jashtë vendit, dhe gjithmonë nga 2005 deri më sot çdo vit jam shpërblyer me çmime të para, dyta apo të treta. Kështu që po edhe puna ime si drejtoreshe shkollës faktikisht ma ka trasuar një rrugë të cilën kisha dashur ta vazhdoj tutje në çfarëdo forme që më ofrohet për të kontribuar, jo vetëm për brenda komunës, por edhe nëse vazhdoj tutje, unë e kam një metodë timën që funksionoj për mrekulli, kam thjesht komunikim të jashtëzakonshëm edhe me kolegët e shkollës, sepse pa ata këto arritje kishin qenë të pamundura. Edhe krejt ato e kam bërë që thjesht të vazhdoj tash një rrugë të re, si asambleiste në komunën e Prishtinës. Për çka ne nuk kemi dyshim që do të kesh një sukses ku fokusim do të jetë kultura dhe arsimi. Absolutisht nuk do të distancojmë nga këto dy çështjet e rëndësishme. Shumë kur hen me një qëllim të veçantë se çka do të kontribosh brenda politikës, dhe ju të merresh ndoshta me të gjitha çështjet nga pak dhe në fund ditës mos dalësh triumfuese në asnjërin. Por të kesh synime të qarta, një ose dy të paktën, atëherë besoj që rruga drejt suksesit është shumë më e lehtë. Për krahje institucionale është vështirë të gjesh në Kosovë në këtë moment, sepse aktivitetet që kam realizuar në shkollën e muzikës e kanë dëshmuar të kundërtën. Pa asnjë përkrahje institucionale, unë kam arritur që të gjeneroj fonde për t'i dërguar fëmijët në Itali, 80 fëmijë të shkollës së mesme dhe të mesme të korit dhe orkestrës së shkollës, me koncerte të jetë interesante në Itali, në 4 vende të arbreshve, 4 hore arbëreshe atje, pastaj në Gjirokastër, duke hapur Gjiroklassikën, një festival i muzikës klasike, me korin dhe orkestrën e shkollës, me kolegët e mi të mrekullueshëm që kanë përgatitur Lirionën e Bardhin, por edhe me kolegë të tjerë, dhe gjithashtu së fundi këtë vit kemi qenë pjesë e koncertit të jashtëzakonshëm në Zagreb dhe në Ljubljanë, 2 koncerte dhe një shfaqje e baletit që u shfaqën atje, për të cilat kanë shkruar edhe mediat lokale të Zagrebit dhe të Ljubljanës. Kështu që jemi mjaft të lumtur për gjitha ato suksese. E këto suksese edhe ma determinojnë në një farforme edhe rrugën time se asambleiste, ma e votuar në Prishtinë, por edhe në Kosovë. Ky është një sukses i jashtëzakonshëm jeta, dhe po e shoh që po më flet me shumë entuziazëm kur jemi te pjesa e muzikës. Dhe unë nuk kam nevojë të pyes se sa je lidhur me të, sepse në këtë stad zakonisht i pyes mysafirët për këtë pikë, sepse kjo po shihet që nga familja jote deri në këtë moment që po flasim, por sa ka kohë të dëgjoj muzikë jeta në gjithë këtë vlugun e angazhimeve të saj. Kjo është një dobësi e imja, se nuk kam kohë të dëgjoj muzikë, por përpiqem njëherë të gjej diçka që më pëlqen, që kam nevojë të dëgjoj, sepse me kalimin e kohës, një muzicient profesionist, si që jam unë pianiste me profesion, shija muzikore është shumë specifike dhe janë me të vërtet gjëra që janë tejet komplekse e mund na pëlqejnë neve shumë. Pak gjenden në treg, ndoshta. Në treg gjenden pak, por jemi edhe shumë kritik natyrisht ndaj. Mirë, cila do të ishte një dëshirë muzikore e jotja sonte që ne mund ta plotësojmë vetëm për ty? Meqense e tha që nuk ke shumë kohë për dëgjuar, shfrytëzoje këto minutash tani që i. Gjithsesi, se natyrisht e përcjelli edhe muzikën e lehtë shqiptare, muzikën pop, rock, e alternative tjerë, por është Rozana Radi me këngën Femër, e cila me të vërtetë më ka bërë përshtypje të jashtëzakonshme dhe më ka dhënë një ndjesi
identitet të veçantë, teksti. Sepse edhe për t'jell një mesazh të veçantë ka nga. Mirë, do të los deskun e muzikës që dëgjojmë Rozana Radin dhe këngën e saj Femër, vetëm për dëshirën e hyneshës sime për sonte Jeta Dida, ndërkohë që ju asesi mos u largoni nga kanali jon, sepse vetëm pas pak vim me raundin e tretë dhe të fundit. Kemi dëgjuar kështu bashkë Rozana Radin dhe këngën e saj Femër me një mesazh të jashtëzakonshëm brenda tekstit që ishte dëshirë e hyneshës sime për sonte Jeta Dida, e cila tani është gati të bëjë hapjen e kartave të jetës saj në raundin e tretë. Zgjidhe një kartë nga e kaluara. Me të fundit tash, a? Cila ishte situata më e fundit në të cilën keni ndjerë se duhet të kompenzoni? Çfarë ndodhi dhe cilat ishin rezultatet? Në të kaluarën tënde, ke pasur ndonjë rast apo situatë në të cilën je ndjerë se duhet ta kompenzosh me dikë ose me diçka? Absolutisht. Puna e madhe përgjatë viteve ka qenë një lloj pengu i asaj se thjesht aktiviteti i madh është ajo që të distancon prej njerëzve. Është e pamundur, do të thënë një javë takoja edhe prindrit e mi, sepse s'kisha mundësi tjetër. Të distancon nga njerëzit që nuk janë pjesë e punës tënde. Absolutisht. Kështu që kjo ka qenë thjesht një gjë e cila me të vërtetë më ka lënduar në një farë forme. Ndoshta të ka penalizuar në shumë situata. Në shumë situata se u largova edhe prej njerëzve të tjerë, për shembull, më merrte malli për një kafe e nuk ja jepsha vetit atë luks për me pi një kafe, jo gjithmonë, natyrisht. Kisha edhe momente kur takoja shoqet apo edhe familjar për një pauzë të shkurtër, por megjithatë mendoj se kjo ishte ajo që pakës më distancoi në një farë forme prej publikut, prej njerëzve të dashur, të cilët tash si asambleiste besoj do të kem kohë që ti takoj pak më shumë. Kështu që kjo është ajo që tash do ta kompenzoj, besoj, sepse më kanë munguar, me të vërtetë më kanë munguar. Është e kuptueshme. Çka thotë tashmë në këtë pikë, zgjidhe një kartë. Parashikimi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin një person përgatitet për situata të pakëndshme, duke parashikuar dhe mbijetuar rezultatet më të këqija të mundshme. Për shembull, një person që ka frikë nga fluturimi mund të mendojë për të gjitha problemet e mundshme që mund të ndodhin gjatë një fluturimi tjetër. Kur dhe si e përdorni parashikimin si një mekanizëm mbrojtës? Jepem një shembull. Për ta thjeshtësuar dhe nuk ka nevojë të ndalemi tek shembulli këtu, a është jeta person që i parashikon situatat? Dhe kur e përdor si mekanizëm? Nuk parashikoj situata. Se di, mua më vjen jeta ashtu si më vjen dhe ashtu natyrshëm e pranoj. Do të thënë, absolutisht gjithkush ka frikë nga edhe kjo që u përmend, sepse është normale dhe besoj se është njerëzore që të kesh një lloj frike në këtë aspekt, por edhe në aspekte të tjera për cilat duhet jemi më vigjilent. Mendoj ajo është vetëm si parashikim, mundet me qenë reagimi im i shpejt në një situatë e cila ndoshta edhe është e paparashikueshme, por ndoshta edhe mund ta parashikosh se do të ndodhë, por reagimi me një maturi, me një... Si qëndron me intuitën jeta? I ndjen gjërat? I beson intuitës tënde? Gjithmonë jam kështu thjesht ajo që më vjen nga brenda, edhe ndodh. Pozitiviteti e para, është ajo që ndoshta më trason një rrugë të cilën nuk e di, e besoj. E besoj edhe thjesht jam bindur disa herë, jam bindur për atë që kam besuar, se do të ndodhë. A mund të lidhet kjo me parashikimin? A do të thotë kjo që në mënyrë indirekte nuk parashikoj, por besoj. Besoj në diçka që ndjehet. Që ndjej. Thjesht ajo që më vjen për brenda e besoj, edhe mund të them se edhe disa prej sukseseve të mia kanë qenë pikërisht kështu. Për shkak se i ke ndjen. Për shkak besimit në vetë, në aspektin e asaj që pastaj nuk i frigohem punës, nuk i frigohem gjërave që të vinë natyrshëm në jetë, ato mund. Sa rrezikon jeta në jetën e saj? Jam shumë e kujdesshme, por edhe rrezikoj shumë. Jam Nuk i friksohesh vendimeve të mëdha? Jo. Mirë.
E Kam bukur kjo. marrë vendime bukur të mëdha në jetën time. Cili është vendimi më i rëndësishëm që e ke marrë në jetë dhe më i vështirë nëse mund ta ndash me ne? Më i rëndësishëm. Uh, Ka pas shumë vendime të rëndësishme në jetë. Tash, ndoshta nuk kisha dashur të fokusohem në secilën veç e veç, por Një, të vetëm. po, nuk e di, tash për momentin nuk di cila kishte me qenë ma prioritare. Kjo është ajo që nuk po du me shpalos para publikut, por me të vërtet ka pas raste kur me një vendosmëri të jashtëzakonshme që ndonjëherë edhe jom habit me veten time, kam luftu për gjana të cilat unë kam besuar se duhet të ndodhin. Kështu që asnjëherë nuk jam dalë, edhe besoj se jo vetëm unë, por duke fillu prej gjysheve të mia, të cilat kanë qenë rezistuese ndaj kohës, rezistuese ndaj gjërave që u kanë ardhur në jetë, edhe ne, fëmijët, nëna ime, pastaj edhe ne fëmijët natyrisht se kemi reaguar apo kemi qenë të vëmendshëm dhe shumë stabil në kërkesat tona edhe në ambicjet tona e vendimet tona për jetën. Natyrisht. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion? Është pak a shumë e njëjtë me dy kartat paraprake që e folëm nga kjo perspektivë, do të preferoja ta ndryshojmë sepse flet për qëllimin për cilin do të punosh, dhe ka vetëm pak ndryshime. Zgjidhe një kartë tjetër. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Për të përmirësuar ose zgjidhur temën që po diskutohet, mund të jetë më mirë të përdorni meditim, lutje, relaksim apo vizualizim. Çfarë mendoni se mund të përdorni dhe pse? Për ta thjeshtësuar në situata të ndryshme të jetës, qoftë në një të ardhme të afërt, cilën preferon më shumë jeta ta përdor? Lutjen, relaksimin, meditimin apo vizualizimin? Nuk di, besoj se relaksimi unë veç kam fillu me reflektu me veten time. Thjesht pas një pune 12 orëshe, si që tregova këto 20 vitet e kaluara, pak po mendoj se duhet të kthehem te vetja ime, duhet të kthehem te mirëqenia ime personale, sepse besoj se duke e ruajtur veten time, do t'jem edhe për të tjerat. Posaçërisht për dy fëmijët e mi, por edhe për prindrit, motrën, vllaun, vajzat e motrës e të tjerë, të cilët besoj se kanë nevojë gjithmonë për mua, siç kam nevojë edhe unë për ta. Kështu që jam duke reflektuar, kam fillu me një sport të jetë interesant me notin, i cili me të vërtet po më frymëzon dhe po më jep një qetësi shpirtërore, edhe po më bën më të relaksuar për të vazhduar jetën tutje. Kështu që edhe kjo është një risi në jetën time, sepse thjesht janë gjëra që duhet të kesh një motiv edhe një moment në jetë i cili e kërkon rikthimin në vetë. Tek vetja e natyrisht. Mirë, jeta kaq ishte minutazhe e rezervuar për hapjen e kartave të jetës sënde në 3 perspektiva. Bashku përplasëm në momente të ndryshme, nga ato më të mira të fëmirisë, tek ato sfiduese, tek humbjet tragjike që i ke pas në jetë, dhe tek puna e jashtëzakonshme që ke bërë, qoftë në sferën e muzikës, qoftë edhe tani që pret ta bësh në cilësinë e asamblesës. Kur i kujton krejt këto dhe e bën një përmbledhje të shkurtë, cili është reflektimi yt mbi veten tënde? Se di, shumë e vështirë. Thjesht, unë mendoj se çdo njeri i ka baticat edhe zbaticat e veta, por në përgjithësi duhet qëndroj stoik edhe ti përballoj të gjitha. Do të thonë, edhe të bukurat ti merr me sportivitet, por edhe gjërat e këqija që i vijnë në jetë, po ashtu ti merr me një rezervë. Për asgjë të mos gëzohet shumë apo të mos hidhrohet shumë. Duhet gjetë gjithmonë një mes. Një lloj mesi, po. Një mes i cili thjesht të jep qetësi. Kjo është ajo që
kishte veçesë. Jeta, unë të falenderoj shumë për kohën tënde dhe për faktin që u tregove jashtëzakonisht e hapur në hapjen e kartave të jetës tënde. Mësuam shumë çka nga perspektivat e jetës tënde dhe nga personaliteti yt, përtej asaj që ne jemi mësuar të të njohim edhe të të shohim në punën tënde profesionale, por edhe në media. Krejt në fund e dua një porosi tënde për të gjitha gratë dhe vajzat që janë duke na ndjekur. Për vajzat e gratë jam shumë e lumtur për atë çfarë po shoh sot. Kemi vajza të mençura, interesante, vajza që dinë çka dojnë. Këto janë gjëra Kjo është e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme dhe i inkurajoj që mos të ndalen asnjëherë, të luftojnë për pozitën e tyre, të luftojnë për pozicionin e tyre në këtë shoqëri, e cila besoj se çdo ditë është duke u përmirësuar, kështu që pa asnjë dyshim dhe nuk kam asnjë dyshim në to, kështu që vetëm i inkurajoj të vazhdojnë kështu, natyrisht duke qenë gjithmonë tepër të mençura në realizimin Të vendosura. dhe në aspiratat e tyre për të ardhmen. Jeta, faleminderit shumë, unë turoj shumë suksese dhe nuk kam dyshim që do të shihemi sërish në rrethanat e këtyre. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Të dashur dëgjues, kemi qenë kështu në një bashkëbisedim shumë të këndshëm me Jeta Dida, që është muziciente e suksesshme dhe që i ka hyrë edhe rrugës së politikës tani, duke qenë edhe asamblejisja më e votuar në komunën e Prishtinës dhe jo vetëm. Me mua Elvanën dhe një hynesh tjetër, bashkë takohemi javën tjetër. Deri atëherë, gjithë mirat.